Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Pra është nderi dhe kënaqësia ime gjithmonë që shfaqim njerëz të botës të artit, njerëz që me të vërtet punojnë, lëbojnë dhe sidomos të në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është edhe lehtë të punosh edhe të deportosh edhe të dhitush vetë se unë jam ky personi që nuk e harroj as letërsinë, as gjuhën, as punën time që dua ta bëj gjithmonë. Kështu që do të kem një respekt madh të kem fisnik Nick Demaj, është një autor dhe mësues me origjinë nga Kosova, i cili sot jeton e punon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në San Diego, Kaliforni. Usha kisha pas shef me orë qatë vend që atje me jetu e disa veni mirë është Fisnik, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, ju presim na ditë kur veni këtu. Jemi këtu, mirë se ju gjoj. Hajde me nga të regu se e keni kalu së ditën e sot dhe sa tja është ditë edhe është kohë e mirë edhe sidomos Kalifornia ka kohën që nuk ndryshon kohë me sa e di. Po mirë është, unë kam punu në mëngjes edhe deri kanë 2 ora, mëse ne e kam pas pushim sa dhe premte. Nuk ka shumë punë, është si parafillimi i fundjavë si vikendit, kështu që të premteve nuk jam shumë në zonën. Mirë është, kanë ditë e mirë. Po hala këtu në Kaliforni, hala e kemi dillin, hala kemi kohë me nxënë edhe pak. Dal pak t'ju pyes ardhja në Shtetet Bashkuara të Amerikës, na trego pak për origjinën e juaj, nga jeni, nga cili vend, nga cili qytet, sa keni jetuar atje dhe kur keni ardhur këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po patjetër, unë me origjinë jam nga fshati Radat, Sipejes. Kam marrë këtu gjatë luftës, kur ishte 99 gjatë bombardimeve të NATO-s, unë isha në Prishtinë, e kam pas një banesë si student i drejtësisë, isha në vitin e 3 drejtësisë, juridikun, edhe kur shpërthej lufta i kem si gjithë populli aty prej Prishtinës me trena në Blac, prej Blacës e kem në kamp Stenkovc, edhe prej Stenkovcit e patëm fatin që Amerika morë edhe mua një ndër ata sa mira na ka pru këtu, e në isha një ndër ata me fat që më sjellli këtu në Amerikë. Atëherë në vitin 1999. U stacionuat në cilin vend të Shteteve Bashkuara të Amerikës? Mu më kam pru drejt këtu në San Diego, edhe nuk kam lëviz hiç, se kur erdha këtu më pëlqej shumë, më pëlqej vendi, më pëlqej klima e Kalifornisë, e jugut të Kalifornisë, klima e San Diegos, edhe u stabilizova me punë me një herë, edhe nuk e kam ndryshu akur këtë vend, edhe njërë për njërë nuk mendoj. Cilat kanë qenë ato punat e para tuat se me hynat punën që ke punuar ti në shtet, nuk është edhe fort lehtë të dalësh në shtet të punosh. Si kanë qenë ato sakrificat e tua gjatë atyre viteve? Noli është e vërtet, ka pas sakrificat mëdha se kur jemi ardhur në San Diego nuk ka pas, vetëm 2 shqiptarë janë kanë që kanë ditë anglisht shqip. Gjithë na jemi kanë pa gjuhë, kemi pa është dash një sakrificë e madhe, ajo që jemi ardhur pa gjuhë, po jemi ardhur edhe pa parë. Po e morëm veten edhe mbijetesa, se na kemi mbijetuar gjatë gjithë kohës në Kosovë, nuk kemi në realitet kemi pas në jetë të mirë, veç mbijetesë edhe edhe kur edhe këtu filluam me atë mbijetesën edhe e pam që unë për vete e pash që jeta në Amerikë është e lehtë, vetëm nëse punon nuk ta mohon kurkush drejtën, edhe fillova e pash që qëllimi kryesor, me njëherë fillova klaset e anglishtës, mbrëmje, punojsha ditën, shkojsha tani mbrëmje në klasë anglishtës, kam fillu punën e parë, kam fillu në Walmart, 2 muajt e para kam punu natën, punëtori natës, masanej kam dalë nga shkarkim, masanej mas 3 vjetë dikur u bane një menaxher i vogël në departamentit vogël, edhe në ndërkohë unë nuk jam dalë, vetëm me kam mësu gjuhën, kam kryer fakultetin e kriminalistikës këtu, edhe mas e kryeva kriminalistikën, të më thonë, për 6 vjetë, unë e kam mësu gjuhën, edhe 2 vjetë e kam mësu gjuhën, 4 vjetë kam përfundu fakultetin, edhe në 2006 kam mbaru fakultetin. Edhe me njëherë, mas një 5 muajve derisa u bë procedura, unë e kam fillu më punu për probation department të San Diego County.
Sa knatësi është beso po më tërsethe trupi ka po fletë me ardhë me një vend që nuk e dëgjohen edhe atë shumë që inspirohesh, ta mësosh, ta dish edhe ta rriç ato që ke dëshirë. Kjo, si thot në anglisht, it's happened over the night. Dhe me thënë gjatë natës thuj se gati është bo. Edhe na të rego pak si kanë qenë ato studimet e tua, kanë qenë të vështira, apo se t'jesh në kriminalistik, është një gjë shumë interesant. Po studimet, se une 2 vitet e para kam mësova njerë mbrëmje këto shkollat e natës gjuhës, për një po më duket njerë 6 muaj. Masanej 6 muaj një vit qashtu, nuk e di taman për ta se edhe disa gjana pak mu kam përziveq, për afërsisht një vit këto shkollat e natës që janë ESL, që i thojnë English as a Second Language. Masanej u regjistrova këtu në Community College me qësoj prap ESL klasa, po ishin në Community College edhe për një vit. Masanej fillova me marrë klasa kështu për me marrë, i mora 2 vjet AA degree, që i thojnë associate degree, në kolegjin këtu që është Grossmont College, i thojnë. Edhe në natë ndërkohë, po e mësojsha edhe gjuhën edhe mora këto më shumë të lande të përgjithshme, edhe po edhe disa lande të kriminalistikës. Mas 2 vjete në kolegj, u transferova në universitet, edhe jo krejt 2 vjetë kam ba në universitet, kështu që në 2006 mora bachelor's degree në criminal justice. Wow, tash po dalë prap. Erdhe, shkove si në fillim, me mësove gjuhën, shkollat, mbarove, kreve, po qovo puna të jepsh mësem për ata studenta që vinë nga viset e ndryshme, që nuk e din gjuhën, dhe ti tani mëson në gjuhën angleze. Si është e mundur kjo? Nulli ashtu është se une punova në law enforcement, une kam punu në 7 vite, për 1-2 muaj mungu 7 vitesh, po edhe natë ndërkohë une e përforcova gjuhën, natë ndërkohë po ashtu i morë edhe 2 master's degree, një kam marrë në National Security Studies, edhe magistraturën e dytë e mora në TESOL, i thonë Teacher of English to Speakers of Other Languages. Edhe e fillova një mbrëmje, me thonë, një kurs të gjuhës angleze, edhe më pëlqej mësimi, me thonë mësim, shumë më mirë se sa me kam pëlqej. Edhe gradualisht unë e transformova karierën teme, kështu që në 2014 100% e kom lanë law enforcement plotësisht, edhe jam transferu në universitet për me thonë mësim atëherë. Sa ka qenë e vështirë të punosh law enforcement, edhe me qenë se ti ke fillu, e ke dasht, ke kry shkollën, edhe si e mirë pritur të punosh si oficer për shumë vite. Qa ke parë aty, se kuptot aty gjana ka të mira, ka dhe të këqia, por mbështetin si e ke pasën, a ka pasën edhe njerëz tjerë, do me thonë të kombëve tjera, ose në pesat a ke pasën në shqiptar aty që nështë edhe ke pasën në herë ko për më të mbështet të kosh, ose për më të tregu për një gjë ma interesante, se çdo sen që e ke punu ti ka qenë këtë e re, një eksperiencë e re që se ke punu kur. Sa ka qenë e rona, e leta? E vërtet është nuk ishte e letë, sidomos kultura e jonë, e kultura shqiptare, është krejt më ndryshe me kulturën amerikane, dhe po shqiptar nuk kam pas këtu, ka pas të komuniteteve tjera që kanë ardhë si fëmijë ndoshta, po ndonjë që ka ardhë këtu dhe mas 6 vjetë është ba polis, nuk e kom takuar atë shpejt, jo, mu më duke që kom pak ma rekordje mba. Po edhe një fakt e kom pas një fat që këtu San Diego është në realitet qyteti madh, është county i San Diego, është parafërsisht i ka një 4 milion përmi 4 milion njerëz, po është vend i sigurt, është shumë vend i qetë, nuk ka shumë krimet të mëdhaja, dhe pse jemi në kufi me Meksiken, është një vend i qetë, është një vend shumë i organizuar, i mirë mbajtur. Edhe kishte sakrificat mëdhaja, po me punë njëri
edhe me vullnet, edhe kur të është i ri, arrit gjitha, nuk ka asnjë pengesë, ka kur gjatë që të ndalë, nëse e ki vullnetin edhe e ki dëshiren për me arrit diçka. E unë të dyja t'i kom pas në atë ndërkohë. Se pash që kur fillova me punu në Walmart, me pagën e Walmartit nuk ka mbijetesë në Amerikë dhe ti mund është me mbijetu në realitet, po jo me ba një jetë mirë, jo me vizitu vendin tem, shqysh e vizitoj në Kosovën për çdo vjet nga zakonisht ka 2 muaj se jap mësim për atje. Për ata e pash që mënyra vetme është ose me fillu një biznes, ose me fillu një zanat, ose me ju kap shkollës. Une ato asnjëna fort nuk më shkoj ato 2 të parat, zanati e biznesi, kështu që thash që sa e shkollës pikapna. E fillova me shkollën e mirë, më ka shku deri që tash të mirë është. Sa ke një ndjet po shallakun e vetmis atje në atë vend se shqiptar s'ka shumë atje ku jeni jo, vetëm se di që në Los Angeles ka, po se besoj që ka në San Diego shumë shqiptarë. Kështu që sa ke pas vështirë se dhe nuk është letë me qenë me një vend që se ki afër kërkend. Ashtu është, po në realitet i kemi dikon, më thonë parafësisht një 500 shqiptarë janë këtu në San Diego County, parafësisht 500-600 që janë një vetën shqiptarë. Zakonisht grumbullohem në për festa, si që janë 28 nëntori, 17 shkurti këtu, grumbullohem. Nga një herë para Covidit u grumbulloheshim edhe për Father's Day apo për diçka në për parke, bajshim këto diklinjet kur i kam lujt futboll, gjitha këto u organizoheshim edhe i nxonën me punë, me fakultet, kështu që edhe kur t'je fort i ri nuk e ndin mungesën, ndin. Po tash me sa atë sa jem në ka fundi 40-ave, e tash ma shumë peni tashti se sa atëhere. Se kur je i ri ti duan edhe me dikant tjetër, nuk mërzitesh fort, se edhe je shumë i nxonë, po tash masi kom qitë punë pak në rend, ka njerë veç për i lypi ku jenë njerës të më shku me nejt me ta, ku pa rrinë, ku po bëhat ma beti. Me vërtet bukur kështu që do t'ju pyes sa është e vështirë apo e lehtë me dha mësim, edhe sidomos kur kish njerëz të nacionaliteteve të ndryshëm që nuk e din gjuhën fare dhe ti mundosh që ti mësosh, sa është e vështirë ajo? Po për mua nuk është e vështirë se unë është një profesion që e du. Edhe kur dash diçka me vullnet, me shpirt që të dënë, atëherë nuk ka kur gjo që të del përpara, nuk ka asnjë pengesë që të pengon ty. Kështu që për mua më dhan mësim është një kënaqësi, unë kam shumë marak me kanë në klasë. Kam shumë marak me kanë i rreth nxënësave, studentave, se këta nxënësat të fakultetit gjithë janë moshës madhore, community college, se jap mësim edhe në community college edhe në universitet. Po e ndi veten shumë mirë edhe nuk më duket shumë zër, se tash është viti i 19 tash jam, që 19 vite, për 2014 që jap mësim, rregullisht. Sa mirë qenë keni të dhanë mësim. A keni edhe kolegë shqiptar, a ke taku në kolegë shqiptar që jep mësim dikun afër juve atje? Nuk kam taku asnjë, jo, nuk më ka ra me taku asnjë. Kam dëgjuar që ka bazë zemrit, po jo, nuk më ka ra rasti hala me u taku me asnjë. Mos jep mësim atë ka rasti që të kesh edhe studenta shqiptar? Asë shqiptar s'm ka rasti me pas. Se unë tash japi këtu për kolegje dhe për universitet, japi anglisht. Edhe shumica e tyre që fëmijëve që janë tashti në San Diego, këta kanë lind këtu, ose kanë arë moshës rinore, shumë fëmijë, edhe nuk ka nevojë këta për me shku me mësu gjuhën ma, se këta veç e din gjuhën, e kanë përveçsu flasin si Amerikanit. Kështu që unë i mësoj vetëm këta tjashti që vinë prej shteteve tjera, që dojnë me marrë një college degree, ose me marrë zakonisht ka dhe për magistratura apo doktoraturën që e marrin, edhe vinë tek programi jonë, mësojnë anglishten, e marrin diplomen edhe transferohen tek programi tyre që ata dëshirojnë të vazhdojnë. Dalim pak, autor,
shikojmë për pse autor. Kur ke fillu me shkru, çka ke fillu me shkru, si t'ka hecë këja punë e shkrimeve? Unë Noli kam fillu me shkru zakonisht kur soni tregova se kam marrë këtu në Amerikë, kam marrë 2 magistratura edhe jam edhe doktor i lingvistikës. Edhe gjatë kohës kur të marrë këto programin, degrees të i marrë, tu është me shkru shumë papers, research papers, do të me shkru shumë, edhe kam, kur e mora PhD, këta doktoraturën, kur e mora me 2023, atëherë fillova me ndi vetën pak si çka me bota, është vish me thonë mësem hajde në shtëpi dhe nuk e ndisha vetën që nuk muj më bë diçka pak më shumë. Edhe fillova me shkru, para se me këtë doktoraturën i kam përdu, tash unë i kam 5 libra në realitet. Wow. Tani këto librat, gjitha këto e librat e mia. 3 libra janë librat shkencor. Ky është libri i parë, është libri shkencor, edhe ky. Edhe i kam librin e më të fundit që e kam bë, është nëse mundesh me pa, është quhet Legal English. Anglishtja ligjore, edhe këtu i kam kombinu se unë isha polic 7 vjet, masanej dola me dhanë mësim anglisht. Edhe këtë libër e kam shkru për persona si kur unë, që janë që vinë këtu, edhe dëshirojnë punojnë në polici, apo dëshirojnë punojnë si avokat, apo dëshirojnë të punojnë paralegal, që dëshirojnë të punojnë diku në fieldën e law enforcement, apo të drejtësisë, legal field. Edhe me këtë libër, nëse e lexojnë, mujnë me ditë se çfarë nevojitet atyne, për më kanë suksesshëm, se unë vetë kam kalu që ty në rrugëve të mia, unë shumë herë ka ndodhur që nuk kam ditë disa terminologji, nuk kam ditë disa slangs, kam ditë disa gjana, për shembull, edhe që kam ditë gjuhën mirë, po prapë nganjëherë kur flasin street language për shembull, nuk nganjëherë edhe nuk i kuptojsha amerikanët. Kështu që këtë libër shkencor e kam bë për fakultete, për kolegje që japin anglisht dhe kanë edhe anglishtën ligjore. Edhe shkollat law schools që e kanë këtu, e kanë anglishtën ligjore, këtë anglisht ligjore kam shkruar vetëm për njerëz që sikur si thash, kanë artu edhe dëshirojnë të punojnë, të ndihmojnë shtetit, të punojnë për komunitetin e tyre në këta fieldën e policisë. Pasandej e kam shkruar librin e parë, është Threads of Destiny. Okay. Të gjitha këto libra janë në Amazon. Vetëm me shkru emrin tem, Fisnik Demaj apo Demaj, i qetë në Amazon ato, të gjitha këto librat e mia. Kjo libri i parë është Threads of Destiny, do të thotë fijet e fatit. E kam shkruar një tregim të vogël për një djalë të ri, se unë për vetë jam rrit në fshat, deri në moshën 17 vjeçare jam rrit në fshat. Edhe masanej kam dalë në Prishtinë, po deri në atë moshë nuk më ka pëlqyer fort jeta e fshatit, kështu që unë e kam lidh pak jetën time edhe jetën edhe këtij djali që e kam përshkru, është imagjinar, po ka menduar që nuk e ka jetën e mirë dhe dalë për me lyp fatin e vet në për vende tjera. Edhe nuk, kur ka dalë tash t'ju kallëzoj shumë, se nashta dojnë me lexu shikus të ju, po bëhet pak një surprizë, se sa kur në tregimet në udhëtimin e tij, i gjan disa surpriza me njerëz që i takon edhe me gjana që i takon gjatë rrugës. Kështu që është ky libri i parë. Librin e fundit që e kam qitë është Footsteps Through Fire. Me hapa drejt fire është flakës, me hapa drejt zjarrit. Okay. Këtë libër e kam shkruar tregimin tim, se kur prej natës që kam bombardu NATO, që kanë fillu bombardimet e NATO-s, unë isha në një banesë në Prishtinë, pas të universitetit e ato siliterat, në 12 kat atje, edhe e kam përjetu prej natës, që kanë fillu bombardimet, deri 2 javë mas jam ardhur në Amerikë.
qysh kemi dalë, sa kemi nejtë në 13 ditë kemi nejtë pa aty në banesë, sa nejtë qysh kemi vendosë me dalë të treni, me dalë në Blac, me dalë në Stankovc, tani ma sa nejtë qysh na marrën edhe, qysh mu personalisht marrën, pa edhe me disa shokë që jam kanë, edhe erdha këtu në San Diego. 2 javë të para në San Diego kam jetu me një familje amerikane, host family që i thojshim atëre. Edhe masanej, mas 2 jave, i na kanë ngrumullu me disa shokë shqiptarë dhe na kanë dhënë banesë kështu. E aty ku si të marrë banesën vetë, aty e ndaloj tregimin, sepse nështë ma vonë mas një 10-15 vjetë e vazhdoj ndoshta një biografi ose diçka tjetër, po ky është qëllimi jam që shkrimi i kësaj libri, këtij libri është që ti tregoj popullit amerikan se çfarë kemi hekur ne, udhëtimin tim personal, çka kam pa, çka kam rreziqet, vështirësitë gjatë udhëtimit. Deri me tani është mirë, është prit mirë, të gjitha, të 2 librat e mia janë prit këto mirë, sidomos që kjo po duket që është po ban shumë ma shumë shitje. Edhe besoj që disa nga shikuesit e ju i kanë mujt me ble dhe po ashtu edhe mi dhona i shokëve të vetë, për shembull se dojnë me ditë tamam çka ka hek një shqiptar i Kosovës gjatë luftës, se filloi me bombardimet natën aty, deri nëse është një dhuratë e mirë tash edhe po vinë Krishtlindjet, po vinë festat dimrore, kështu që besoj që është një dhuratë shumë e mirë dhe t'ju kallëzojmë vetë nga përshkrimi im se çfarë kemi hekat tona. T'ja pës sa herë vizitoni Kosova, me qenë se di që i përmenet diçka 1 muaj ose 2 në Kosovë atje, dhe si e shifni ndryshimin Kosovës për gjitha këto 26 viteve, se shpesh herë kur njeriu kalon disa vështirësina dhe mendon se ai vend tash mo jetë ashtu, por a kem plan vjen të bësh një shkrim për përparimin e shqiptarëve ose për përparimin e vendit tonë Kosovës? Po si që tasë Shnoli ma herët, unë shkoj për çdo vjet. Nuk kam qef me huq asnjë vjet, se e ndi veten shumë mirë kur shkoj atje. Guri i ranë peshon vend na gjithmonë kemi thënë ato. Edhe zakonisht rri nga 2 muaj, se më japet shanca vere, zakonisht e marr nga një klasë me dhanë kështu përmes Zoom-s, në Zoom, edhe pasi që më japet mundësia, pse jo. Ma shumë rrim në Prishtinë se sa në fshat. Në fshat shkoj nga një herë, po jo, në Prishtinë kam një banesë aty rrim në Prishtinë. Pëlqen Prishtina shumë, se në Prishtinë kam shku në moshën e rinore, kam kryer edhe shkollën e mesme në Prishtinë. Edhe ndryshimet që janë ba në Kosovë janë të pa imagjinueshme, shumë të mira, janë fantastike. Jo vetëm me ndërtim, po edhe me kulturë. Edhe po më pëlqen edhe tash edhe kultura e jonë ka fillu mu ba kulturë e mirë, njerëzit janë të mirë. Nga njëherë na prej jashtë kur shkojmë, presim shumë prej atyne, jo s'po na vinë, jo s'po na thirrin, jo s'po na marrin, kështu që unë ato nuk më pengojnë ato sene, se s'ka nevojë për shembull më prit na pra zgja prej kunes, edhe ata i kanë punë të veta, ata i kanë edhe është koha tashti që për gjithkush me bëhet jetën më të mirë. Nuk është më koha si kur na kur i kemi arë të para lufte që janë ka njerëz pa punë. Edhe po tash gjithë cili punon, edhe atje po i punojnë ka 2 puna besa. Jeta është bërë dhe më e shpejt, po mu po më pëlqen se atmosfera, po më pëlqen atmosfera e natës, po më pëlqen se ku çdo natë mosh me dalë edhe me si del shpejt derës të shtëpisë e ki veç fan. Edhe djemt i kam edhe 2 djemt, 20 vjet i ka tash edhe 14, edhe aty në shumë ju pëlqen se janë edhe më të lirë atje, pilo më dalë ka don, edhe po kënaqen edhe atje, i kanë da shokët vetë, edhe kështu që unë mendoj që Kosova është të zhvillu shumë mirë, shumë shpejt, po hala ka më zhvillu edhe më shpejt, se na jemi njerëz shumë punëtor. Kisha pas dëshirë që të bëhen edhe pak ma punëtor atje, po
sidomos na kur vim jashtë, kur vim na e çkym bahar me vulkan krejt. Kisha pas dëshirë që çaj vulkanit del edhe shqiptarëve që janë atje të punojnë sa më drejt. Edhe po për Shqipëri për shembull s'kem çat flasim, Shqipëria është e bukur, në gjithmonë i shpenzoj, kam qef mi shpenzu një javë ose 2 në Shqipëri, edhe atje është vend për bukuri, shqyr që e kemi. Edhe shpresojmë që së shpejti jetojmë në një shtet së bashku. Inshallah, si thot një fjalë popullore, atëherë do të dalë të pyesi pak për komunitetin shqiptar. A boheni bashkë shpesh me që se përmene pak edhe si figurojnë shqiptarët atje, sukseset e tyne, bizneset, si janë atje në San Diego, se në Los Angeles, se nuk e keni edhe larg Los Angeles. Ashtë fantastike, shumë e mirë, gjithë kanë kriju jetë mirë, gjithë ose me shkollë, ose me punë, ose me zanate, ose me biznise, gjithë kanë kriju një jetë shumë të mirë. Është për mu të mush zemra gëzim, mu knaq kur t'i shen se çdo njani, gjithë cili ka punë ma mirë se tjetri, edhe pse si ku New York, edhe New York është e shtrenjtë, po edhe Kalifornia është shumë, sidomos jugu i Kalifornisë, është këtu San Diego, Los Angeles janë shumë të shtrenjta, po gjithë me shtëpia, gjithë cili më të mirë se tjetri, gjithë me makina më të mirë se tjerë, gjithë me biznise ose me punë të mira, të rahatum, rinia janë shumë rini e mirë, punëtor, nuk po shkojnë rrugëve të këqija me sa dim. Jam për vete jam shumë i kënaqur se ne organizohemi zakonisht 2 festa që i kemi tonat. Kur nuk bëjmë nga një herë, se prej Covid-i na ka qit pak pejrenit, se e kemi pas shumë një rend të mirë, po kur i kemi një numër shumë pak të vogël shqiptarëve, është edhe zërë dhe mu mbledh nga një herë. Po para Covid-i kemi pas shumë mirë, Covid-i këto 5 vitet e fundit pak na ka qit pejreni, po ngadal po bashkohemi, se kemi bëhemi bashkë çdo një herë një javë, për shembull shtunën se diellë dalim edhe bisedojmë. Ja çojmë hallin njëri tjetrit, bisedojmë çfarë po bëhet atje në Kosovë. Nga një herë him edhe në politik, po s'po merrem vesh për politik. Atëherë plan programet e juaja në vijem, që keni ndërmend ta se ne shqiptarë zakonisht kem qef të dim se çka kime bo në vijem, kështu që a do të shkruajsh apo kena i plan program të shkruajsh në libër tjetër, a do të vish me një shkrim tjetër? Patjetër, unë mendoj me vazhdu punën që shtun me thonë mësim, se më pëlqen. Punoj po ashtu edhe si përkthyes. Edhe ajo po më jep një supplemental income, një tarme kështu. Punoj nga 4-5 orë në ditë, mëngjes, çona herët mëngjes, në 5 mëngjes, edhe më tej në orën 10-11. Kështu që po më ndihmon edhe pak. Tani masanej për aty shkoj në fakultet edhe jap mësim atje. Kështu që po më ndihmon shumë. Puna mirë është, financiarisht jam shumë i lumtur. Me po shkroj, i kam disa punime, tashet jo në përfundim e sipër, po i kam disa punime që jam të i ba, njëherë për njëherë. I kam edhe disa që i kam në mene kështu, veç i kam shkru ka pak veç një outline që është, s'pëdjes qysh është me thonë outline në Shqip. Okay. Po zakonisht e bëj outline-in edhe tani mes aty i shkruaj mes rreshtave. Kështu që janë një libër që jam të punu që një 3 vjeta ma shumë, ata më thonë përfundim e sipër nuk e di, edhe një 2 chapter si kam mi plotsu. Kam dëshirë ta shkruaj një gjuhë, pasi që jam lingvist gjuhëtar, profesor i gjuhësisë, kam dëshirë që ta shkruaj një libër për gjuhën shqipe, edhe amerikanëve se kush jemi, kam një historinë e gjuhës shqipe, edhe kush jemi na, nga vjen rrjedh gjuha shqipe, kështu që besoj që do bëhet deri kavera do bëhet, nuk është e lehtë të shkruash libra shkencëtor, se duhet të kesh referencat, shumë në referencat, lexosh artikuj, libra ndryshëm që ta gjash të bindesh njerëz, se nuk du të shkruaj diçka që masanej mund me ma demantu. Po besoj që së shpejti deri kavera del edhe ai libër, edhe ky libër mendoj që do jetë i mirë
se t'ju tregojmë edhe na këtu, se jemi bani një numër i madh shqiptarëve dhe t'ju tregojmë me se kush jemi na, kush është gjuha shqipe, se besoj që gjuha shqipe është një gjuhë e lashtë, ndoshta ndër më të lashtat në Evropë, po nuk na kanë dhënë aq kredit që na e meritojmë, s'na kanë dhënë kreditin që e meritojmë, kështu që duhet me dalë dikush që, sidomos kur vjen edhe prej diasporës, dikush që shkruan vetëm anglisht, është edhe më mirë, që i tregon edhe botës, Amerikës, botës, se kush jemi tamam, kush është gjuha shqipe. Se tash në internet ti edhe vetë di ata që 70% të gjithë artikujve, librave, çdo gjë është në gjuhën angleze. Çdo materialet e shumta janë në gjuhën angleze. Angleza është një lingua franca, është një gjuhë botërore. Për mua që po shkruaj anglisht, mi zgju pak edhe njerëzit, mi ju tregu tamam se kush jemi. Aja është një diçka që jam të punu në ta, goxha mirë, jo shumë, po më thonë nga i shpenzoj nga disa orë një javë, kur dhe gjojnë ai artikull në diçka që muj me inkuadru, me fut në atë libër. Edhe një libër tjetër që e kom pas menen që shumë kohë me shkru, është një përmbledhje të tregimeve edhe të mitologjisë gjuhës shqipe. Ato i kam disa tregime që kam fillu mi shkru, është besoj këtë libër kam dëshirë me bë si me bë një të madhe, po me bë dhe një për fëmijë, libër për fëmijë, që më ju tregu se unë kur i kam pas fëmijën e vogël, i kam lexuar shumë libra. Po libra vetëm në anglisht, nuk ka pas asnjë tregim që më tregu se kush jemi na, prej ka jemi na. Po unë kam pas një talent që unë ju tregojsha, kam shumë tregime në tru, edhe e merrsha librin, ata e qelshin, edhe unë ju tregojsha tregime prej tregimet e mia, ata veç e këshyrshin në bazë të fotografive që ishin, unë i thursha ato tregimet e mia e ju pëlqejshin shumë. Kështu që i shkon shumë mirë me pas edhe një libër që është tamam gjuhës angleze, që ju tregojmë fëmijëve tregimet prej motherland, prej adheut atje. Kështu që ajo është qëllimi, që vetëm ta shpërndaj dhe t'i tregojmë amerikanëve botës se na e meritojmë një vend të mirë, se jemi njerëz të mirë, jemi njerëz të Zotë. A ke ndonjë antar të familjes që ta ka marrë trashëgimnin? Por me shkru? Pa marrë parasysh, me shkru autor, po lec, ose pa marrë parasysh? Djalin e kam fakultet në vitin e 3. Ky në realitet ka marrë me futboll, i djali madh. Të dytë janë me futboll. Ky është shumë i dhënur mas futbollit, prej mëngjesi qohet veç punë futboll e ka venin e parë, tani fakulteti edhe punon ka 2-3 ditë në javë, sa me pas fare për vete. Po këta po më thojnë bab qysh mundesh ti me shkru, se s'po na pëlqen neve shkrimi. Po edhe që si pëlqen shkrimi, ata e dojnë matematikën edhe dojnë teknologjinë, inxhinierizmin e kanë marrë me ba, kompjuterizmin, inxhinierizmin, kodin, çdo sene janë të i ba. Ndoshta edhe më mirë për ta. Unë nuk i kam forcu, nuk i kam drejtu kur më thonë, ja se qëta se heq, ata i kam thonë, ju zgjedhni çka të keni marak, çka t'u pëlqen, veç që unë s'ja u prishi. Jam me shkollë janë mirë fëmija. Kjo është një gjë e bukur kur edhe fëmija rrin suksesin e vetë dhe gjithmonë prindërit kur janë insistuese dhe i këshillojnë fëmijën edhe arrin një sukses, kjo është një kënaqësi e madhe. Për mua ishte sonte një kënaqësi e madhe që biseduam rreth këtyne far librave t'juve, rrugtimit tanë të jetës edhe me të vërtet një gjë që po ndihem mirë dhe po kënaqem kur ndëgjoj që shqiptarët e tona në bankë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që na u ka dhënë mundësia dhe sa ja ku jemi. Kështu që falenderoj shumë, kënaqësi e madhe që jemi së bashku. Faleminderit, është një faleminderim që t'ja bëjmë edhe Shtetit Amerikan, nase sikur mos ishim këtë vend, unë kam shumë edu këtë vend, shumë e përkrahi këtë vend, kur zguxo më fol keq për Amerikën, në rësy tem, se ne na ka prit shumë mirë, kur si refugjate na ka prit shumë mirë, unë kam pas shumë me fat, jemi kanë që jemi ardhur në Amerikë,
Edhe unë ty të falimderoj Noli shumë, faleminderit për bisedën, faleminderit për çdo gjë. Jam edhe unë shumë i lumtur që edhe ti je një njeri suksesshëm, dhe po i tregon edhe ti shqiptarëve, po i mban qysh me thonë, entertain, se kanë më fal se kanë edhe do fjalë nuk po kujtohem, kështu, po po i mban, po na mban me televizionin, me dokumentar, me programe, kështu është një gjë shumë e mirë, na kënaq edhe këto TV Albi, këto programe shqiptare janë shumë të mira. Faleminderit për punën tënde të palokt, ti me ekipin tënd. Faleminderit shumë, me të vërtet është kënaqësi ime kur shfaqen njerëz të suksesshëm kështu në për Amerikë, beso po gëzohem, po dalin njerëzit në çdo pikë të këtyne 50 shteteve që ka shqiptar, mundohem sa më shumë të gjej njerëz që kanë suksese, me të vërtet me secilin të flas, me secilin ta kam në emision, vetëm çka inspirohem edhe motivohem me punën e tyre, me suksesin e tyre. Pra unë ty të uroj çdo të mirë, shëndet, dhe të kalosh sa më bukur në atë vendin e bukur, veç kisha pas dëshira, ka mundësi t'i ndrojmë pak vendet, po vijun atje për një 2 java. Për një 2 java, një muj, se me të vërtet unë kam qenë atje në San Diego dhe i di se si është ai vend atje. Kështu që të uroj sukses edhe vazhdo, por se s'ka sa më mirë në jetë. Faleminderit. Noli, na jemi shqiptar këtu, vend kemi, nuk na ngushton. Faleminderit pra shumë, pra një natë mirë, kaloni bukur. Pra të nderuar shikues dhe dëgjues, kudo që jeni në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kudo qoftë në botë, ja pra shikohet se suksesi i shqiptarëve tonë nuk ka për të ndalur, sidomos edhe fisnikun. E falenderojmë shumë me të vërtet që na motivojmë edhe me këto libra të bukura që me të vërtet se cili njeri, se cili autor, ose se cili njeri që ka një rrugtim të jetës, shkruan diçka për vetën e vet, tregon botës dhe me të vërtet dhe po në virale dhe kështu që duhet më thonë, mos u ndani, punoni sa të mundni. Mirë mbeqi deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Noli TV ku shikot në kanalin 39 në TV Alp, kurse në Nimi TV në kanalin 250. Mirë mbeqi dhe mirë ndëgjofshim deri në emisionet e radhës. Faleminderit.